Një cikël po mbyllet dhe fati I ri fillon për 5 shenja brenda 48 orëve. Universi po përgatit një ndryshim të madh energjie, një cikël I vjetër po mbyllet dhe një kapitull I ri po hapet për 5 shenja që kanë kaluar sprova të mëdha. Gjithçka që ka ndodhur deri tani ka qenë për të ndërtuar shpirtin tënd dhe për të përgatitur për dhuratën që vjen. Në këto 48 orë, fati do të fillojë të rrotullohet ndryshe, duke të çuar drejt një fillimi që do të ndryshojë gjithçka. Nëse ndjen një qetësi të çuditshme, është shenja se universi po të vendos në rrugën e dritës së re. Binjakët, kohët e fundit ka pasur shumë pasiguri dhe ndryshime të papritura që të kanë lodhur emocionalisht. Shumë njerëz kanë ardhur e janë larguar, por tani fillon një fazë ku energjitë e reja të komunikimit dhe qartësisë do të çlirojnë nga ngarkesa e së kaluarës. Një mundësi profesionale ose kreative do të hapet përmes një kontakti që nuk e prisje. Universi po të teston për herë të fundit përpara se të shpërblejë me qartësi dhe stabilitet. Një fjalë e thënë në kohën e duhur, një mesazh I papritur ose një ide që lind papritur, mund të jetë porta jote drejt një ndryshimi të madh. Mos I rezisto më ndryshimit, përqafoje me zemër hapur. Energjia e ajrit do të ndihmojë të rigjesh harmoninë dhe ajo që humbe do të zëvendësohet me diçka shumë më të vlefshme. Virgjëresha, një periudhë lodhjeje dhe mbi ngarkese po përfundon. Ke mbajtur shumë përgjegjësi, shpesh edhe ato që nuk ishin të tuat. Por tani universi të thotë se është koha të lëshosh dhe të besosh. Një rreth mbyllet dhe përmes këtij mbylljeje lind një mundësi e re për të gjetur ekuilibër dhe qetësi. Në jetën sentimentale, një energji e re po hyn që do të bëjë të ndihesh I vlerësuar në një mënyrë që s'e ke ndjer prej kohësh. Në aspektin financiar, një ndihmë apo shpërblim vjen nga një burim I papritur, një detaj që dikur e neglizhove do të sjellë fitim. Ky është momenti kur çdo përpjekje e bërë me ndershmëri shpërblehet. Mos u kthe më pas. Gjithçka që mbaron tani mbyllet me bekim. Akrepi, për ty, çdo ndryshim ka qenë gjithmonë një transformim I thellë. Këtë herë, universi po të dërgon një dritë të re përmes errësirës që ke kaluar. Një lidhje e vjetër, një situatë që dukej pa dalje, tani do të marrë një kthes magjike. E ke ndjerë që diçka po ndryshon brenda teje, dhe kjo është sepse je duke dalë nga një fazë e vjetër karmike. Shenjat do të jenë të qarta, intuita do të forcohet, ëndrat do të paralajmërojnë dhe rastësitë do të bëhen tepër të sakta për të qenë rastësi. Brenda 48 orëve do të ndodhë diçka që do të tregojë se universi është me ty. Mos ki frikë të mbyllësh derën e së shkuarës, pastaj fillon një fat I ri që do të ringjallë shpirtin. Brit qapi, ke qëndruar I fortë për shumë kohë, ndoshta më shumë se çfarë do të duhej. Ke luftuar në heshtje, duke bërë gjithçka që duhej, pa kërkuar asgjë në këmbim. Tani, bota shpirtërore ka parë çdo përpjekje tënde dhe ka vendosur të shpërblejë. Një derë që duke e mbyllur do të hapet papritur, mund të jetë në punë, në një bashkëpunim apo në një projekt që e kishe harruar. Në dashuri, dikush që e kishe lënë pas ose një ndjenjë që s'e kishe pranuar do të rikthehet me sinqeritet. Energjitë e tokës po rreshtohen për të sjellë stabilitet dhe sukses. Mbyllet çdo dyshim që të ka penguar, sepse tani fillon faza ku shpërblimet bëhen të dukshme. Kjo është periudha kur çdo gjë që ke ndërtuar me durim merr dritën e merituar. Peshqit, energjia e ëndrave dhe intuitës po arrin kulmin e saj. Gjithçka që ke ndjer tani fillon të marrë formë reale. Një mbyllje e dhimbshme e së kaluarës do të çlirojë plotësisht dhe do të hap hapësirë për diçka shumë më të madhe. Një lajm, një takim ose një përjetim shpirtëror do të bëjë të kuptosh pse duhet të prisje kaq gjallë. Në këto ditë, dëgjo shenjat, një fjali që përsëritet, një simbol që shfaqet disa herë, ose një ëndër që duket tepër e gjallë. Këto janë mënyrat me të cilat universi të thotë, koha jote ka ardhur. Një cikël mbyllet dhe një fat I ri, më I qetë dhe më I ndritshëm, fillon tani për ty. Mos dysho asnjë çast, çdo gjë që humbe do të zëvendësohet me diçka hyjnore. Një kapitull po mbyllet, por për shumë prej jush, sapo fillon më I bukuri.
Nëse ndjeve që ky mesazh rezonoi me shpirtin tënd, shkruaj shenjën tënde në komente dhe le të ndjejmë bashkë energjinë e këtij ndryshimi hyjnor. Mos harro të abonohesh në kanalin Zëri i Universit për të mos humbur mesazhet e reja që sjellin dritë, shpresë dhe fuqi shpirtërore çdo ditë. Universi po mbyll derën e së shkuarës dhe po hap portën e fatit tënd të ri.